Përshëndetje. Ja ku jemi me videon e re, një silë mësimore të re për këtë vit shkollor, edhe ajo është nga lënda e matematikës për klasën e 6, në të cilën ne do të sqarojmë për strategjitë e mbledhjes dhe zbritjes. Do me thënë, sqarojmë strategjitë e mbledhjes dhe të zbritjes. Pasi mësuam për numrat natyror, pamë se cilët janë ata dhe të bëjmë mbledhjen e dy numrave natyror. Për shembull, numri 213 plus 29. Në vizatim, ju do të shihni se 213, ja ku e kemi, e kam mbledhur me 20, kam fituar 253. Mirë po, njëshet e 9 si kam dalë në 2 dhe 7, edhe atë kam shtuar në 2 dhe 7 dhe kam fitu 262. Kjo është një mënyrë kur e kam nda njërin prej mbledhësave në 213 plus mbledhësit 20 edhe 9 2 plus 7 dhe kam fitu numrin 262. Pas kësaj kemi formën tjetër të mbledhjes. Tu kam shtuar një më shumë për 29 kam bo 50 edhe kam fituar 263. Mirë po, këte numrin e 50-ës e kam hjek dhe në këtu kam 262. Do me thënë, në këtë mënyrë unë bëra me anë të strategjisë mbledhjen e numrave. Do të shohim tani do të shohim edhe për mbledhjen e këtyre të njëjtave numra me mënyra tjera, sikur që është ajo me grupim dhe strategjia tjetër, do me thënë, kemi këtu me zgjerim dhe grupim, me shumëzim e shumëfishave, duke i shkruar në formën e zbërthier. Me zgjerim dhe grupim, unë do të bëjmë mbledhjen 29 213, duke e zgjeruar atë në 29 20 plus 9, do të numrin e parë kam dalë në dhjeçe, edhe në njëshe, edhe numrin e dytë kam dalë në 200 dhe një dhjeçe të pastër. Në kanë mbetur 20 plus 210, që janë dhjeçet e plota, plus njëshet 9 plus 3. U kam fituar 220 plus 12, 262. Me shumëzimin e shumëfishave të dhjetës, këtu numrit 29, i kam shtuar 1 dhe kam bo 50, prandaj kam shkruar 50 minus 1, që do me thënë është 29, plus 213, ku numrin 50, si dhjeçe e pastër, e kam mbledhur me 213 dhe e hjek atë njëshin që ja kam shtuar 50-ës minus 1. Pasi fitoj 263, shumën e 50-ës dhe 213-ës, unë e hjek atë numër që ja kam shtu 50-ës dhe fitoj rezultatin e njëjtë 262. Duke i shkruar në formën e zbërthier numrat, forma e zbërthier, do thot 29-ën e kam zbërthier në 29 plus 1, 200 dhe 200 plus 10 plus 3, do thot i kam zbërthier në dhjeçe dhe në njëshe. Dhjeçet i mbledhi 200-ën, 4 dhjeçet plus 1 dhjeçe këtu, 5 dhjeçe edhe 9 dhe 3 12, do thot 200-ën, 5 dhjeçen dhe 12-ën, 250 dhe 12, 262. Kjo është strategjia për mbledhjen. Të shohim pak strategji edhe për zbritjen. Çka është zbritja? Zbritja do të thotë minusimi një numrit nga një numër tjetër. A minus B barëzoj me C, ku i parja si zbritshmi, B-ja zbritësi dhe C-ja ndryshimi. Zbritja është operacion i kundërt apo invers
I mbledhjes. Gjatë zbritjes së numrave, ka rëndësi radhiqja e numrave. Nuk guxojmë që antarëve gjatë zbritjes t'u ndrojnë vendet, pasi që nuk janë të barabartë. Të shohim, këtu kemi disa shembull për mbledhje, të njëjtë shembull me metodën e parë të grupimit, të ndarjes nëntëdhjetëshe dhe me metodën e kalimit. Domethënë, strategjia na tregon se përpara se të krijojmë zbritjen, duhet të bëjmë vlerësimin dhe vlerësim të ndryshimit, dhe kur të arrijmë në rrumbullakimin e numrave, për shembull 281, 235, nëse rrumbullaksojmë këta, do të fitojmë 700 plus 200, minus 200, 500, pastaj do të bëjmë vërtetimin, a është vërtet 500. Këtu kemi shohim mënyrën e formës së zbërthyer dhe me huazim. Në formën e zbërthyer, 671-shi zbërthehet në 600-she, 70-she edhe 11, pasi do duhet të zbresim këtu, 234, 200-she, 30-she dhe 4. Kur bëjmë zbritjen e këtyre, fitojmë 11, 4, 7, 70, 3, 4 dhe 604. Nëse shohim edhe të zbritja me kalim, do të kemi 1 minus 4 nuk mundet, marrim 1/10 prej 8-s ngeli 7, fitojmë 10 minus 4, 7, 7 minus 3, 4 dhe 6 minus 2, 4. Do thot 447, sikur në detyrën paraprake që i bëshim zbritjet. Me këte, unë do t'ju tregoj se strategjia për mbledhjen dhe zbritjen është shumë e rëndësishme, prandaj ju do të shihni detyrën 1 dhe 2 në faqen 15, dhe strategjia për mbledhje dhe detyrën 1 dhe 2 në faqen 16, ku do të shihni strategjinë për zbritje. Mirupafshim në video tutorialet e ardhshme dhe ju përshëndes.